S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur te festimi i ICF Tiranës, edhe jemi në këtë super serin sa për mua dhe shtëpinë time në pjesën e 6. Do doja një ndërtëkitje për ato që janë për herë të parë. Mirë se ka ardhur, edhe uroj shumë që të vish prap, edhe të siguroj që të kemi në mendje kur përgatisim elementet, kur përgatisim mesazhin, edhe çdo gjë, sepse duam të ndihesh tamam si në shtëpi. Përshëndes kunatën time që më ndjek online. Eri, përshëndetje. Edhe gjithë ato që na ndjekin online, dhe është shumë kënaqësi, është shumë fantastike se si nëpërmjet online, nëpërmjet thjesht një telefoni apo nuk e di ke lidh televizorin me YouTube-in apo çdo lloj gjëje, uroj që do marrësh një fjalë që të shkoj fiks me situatën ku je. Kështu që kush e mamen vizionin e ICF Tiranës? Kush e di? Kush e di përmendç? Kush e di vizionin e ICF Tiranës? Ne si kish ndrojmë edhe synojmë 4 gjëra. Kush e mamen? 1. Shërbim me pasion, që një më shumë. Një tiranës më shumë, një shqiptar më shumë. Jemi në Tiranë, po kudo, një person më shumë. Ta njoh Jezusin. Edhe pasi e ka njohur, cilë është nxitja jonë? Pasi e ka njohur, të bëhet në ngjashmëri një çik më shumë me të. Edhe pastaj duke bërë çik më shumë ngjashmëri me të, ç'a ndodh? Ta jetoj jetën pa frikë. Sepse di i kujt është, edhe di kush është në sytë e tij, edhe di kush është ai për ta. Edhe e fundit është misioni që të sjell ndikim pozitiv aty ku është. Ti je dritë, ti je krip, të shkëlqej aty ku është. Edhe ky vizion, kjo ëndër, kjo shpjegon çdo gjë. Çdo ngjarje që bëjmë, çdo festim që bëjmë, çdo ladies lounge që bëjmë, çdo konferencë që bëjmë, çdo të diel që bëjmë, çdo gjë. Edhe dje, pram të da përmend Ladies Lounge, sepse mendoj që ishte një super ngjarje, 150 plus goca, gra që mblidheshin këtu edhe kanë festuar, edhe shumë qef, një nga pyetjet që më pyes her pas here kur ndodh një ngjarje është sa persona kanë ndihmuar. Sa ishte skuadra që ndihmoi. Sepse të ndodh një ngjarje, të ndodh diçka, çdo gjë që ndodh në ICF, qoftë festimet të dielën, qoftë ngjarjet javore, qoftë konferencat e mëdha, çdo lloj gjëje ndodhin për shkak të kujt? Sepse ti po kontribon. Sepse ti po bën diçka. Me kohën tënde, me energjitë tua, me dhëntitë tua, me dhënien tënde, me aftësitë tua, me çdo gjë. Edhe që ëndra të realizohet do këtë njerëzit, kjo ëndra me 4 pjesë që të realizohet, të njerëz si puna jote, që besojnë kjo është ëndra ime gjithashtu. Nuk është vetëm e ICF se të gjithëve, është edhe imja personalisht, pra do punë vullnetare edhe ju jeni fantastik të kjo gjë. Ajo që du të them sot, dua ta heqim fjalën vullnetar, vullnetarizëm edhe këtë. Ndoshta është kështu, është kërkesë personale, sepse është traumë fëmijërie. Unë kam qenë adoleshent në kohën ku ishte sistemi që ishte hajde bëjmë punë vullnetare, edhe nuk ishte punë vullnetare, ishte detyrim me zor për të bërë punë vullnetare. Edhe ndërkohë kjo që bëni është me dëshirë. Kështu që nga sot e tutje, njerëzit që shërbejnë në ICF, në çdo lloj shërbese, do njihen me emrin, e di me çfarë emri? Dream Team. Do bëjmë të jashtëm. Do ta quajmë Dream Team. Sepse kemi një ëndër, edhe kjo ëndra ka nevojë për skuadër, për njerëz që të realizohet. Prandaj është Dream Team. Kështu që po e gjete sa ka qenë Dream Team, skuadra që ka bërë të mundur Ladies Lounge dje. 37 persona. Një ndërtëkitje të madhe për çdo person që ka dhënë kontributin e tyre, edhe kush janë, edhe gati çdo javë ose çdo muaj kemi çuna dhe goca të ri të reja që bashkohen me Dream Team. Edhe 2 do përmend soton, Dea dhe Sabiani, i ndërtëkitje për Dea dhe Sabianin. Dea mund ta shohësh vërdall se është me aparat, Sabiani se shef dot se është aty mbrapa me Danielin. Kështu që ai di se kjo është qef, edhe kjo është momenti që të mburrem tash. Ja, Samir, erdhën dhe çuna të mburrem tash. Ai di se 60% e njerëzve në ICF Tirana bëjnë diçka, edhe është më shumë se gjysma.
Edhe ky është gëzimi i madh shumë për mua si drejtues. Pse? Sepse jemi shumë më lart se sa përqindja e çdo kishe tipike. Një kishë tipike, 5 deri 10% e njerëzve bëjnë diçka. Kurse në ICF 60% e njerëzve janë pjesë e Dream Team. Edhe unë uroj që do jetë akoma më lart se sa 60 njerëz që vinë dhe kontribojnë me çdo gjë, me pak kohë, me pak dhunti, me pak aftësi, me pak financa, me çdo gjë që të shohim vizionin e ICF Tiranës të plotësuar. Kështu, le të themi të seria. Kthehemi te seria me leje. Sot seria duhet të mbyllej. Edhe sot seria duhet të mbyllej, dhe ishte pjesa e fundit e serisë Sa për mua dhe shtëpinë time. Bashkë me grupin drejtues po mendonim për disa javë për të bërë një surprizë të madhe për të bërë mbylljen e serisë, edhe nuk po e gjeni anën. Edhe më në fund, ja kemi gjetur anën. Kështu që kjo do jetë pjesa e parafundit. Javës tjetër është pjesa e fundit, po javës tjetër është nami. Sepse po përgatitemi për një surprizë, për një gjë që nuk ka lidhje me familjen. A të tregoj? Ja, s'ma me tregu. Është një gjë shumë e bukur. A të tregojmë në video, Daniel? Jo, as video, as i gjë. Do të vish vetë javës tjetër për ta pa si do ta mbyllim këtë seri kaq të veçantë siç është familja, edhe sot në pjesën e çajbje, e 6 do shohim diçka tjetër. Edhe ajo që do shohim sot është më shumë, si jam thënë, 5 parime për një supermarkesë. 5 parime për një supermarkesë. Doli direkt parimi i parë. Shiko, 5 parime për një supermarkesë do jetë kështu. Unë me Adën bëmi se 2 vjet martuar, sot, eksakt sot. Shumë faleminderit. Rrofshi edhe për gjithë fjalët e mira. Kështu që është ajo që kemi parë në gjithë të seri e fillum që nga fillimi fare. Lidhja, njohja, çfarë ishte, propozimi, martesa, u martut që martut, kalamajt e vegjël. U rritë kalamajt, ishin adoleshent. Edhe i ke marrë kështu fazë mas faze. Edhe sot duhet ndaj si mbyllje e serisë, sepse ajo që do jetë javës do jetë mega luks. Kosh Danieli kosh një gjë shumë e bukur fare, thot është mega luks. Kështu që dielën tjetër do jetë megjithmen mega luks. Edhe është ajo që do shoh dua ta mbyll është si 5 parime për një martesë që gjëra që kam mësuar me Adën, disa herë praktikojmë të pesta, disa herë na ngel njëra mangët, po do doja që ti pasoja juve që jeni të ri për t'i pas parasysh, apo sa për të martuar, apo çdo lloj faze, sepse në fillim kur lidhesh janë ato xizat e bukura, edhe nuk të hyn sy asgjë, rëndësi ka që duhemi. Por pastaj edhe në fillim është më shumë pëlqim fizik. Por me kalimin e kohës, ty më shumë pëlqen bota e brendshme atij personi dhe ke një lidhje të brendshme në shumë dimensione, jo vetëm paraqitja fizike, po edhe mënyra si mendon, si i shef gjërat, edhe si shiko, gjithë martuarit kanë pas fillime të ndryshme martesave, edhe jam shumë kurioz po të kishim mundësi të bëjmë një intervistë si e njohet Inusen. Edhe sigur që nuk do ngjaj asnjëra me tjetrën, sepse do jenë njohur në rrethana të ndryshme. Disa lidhje ose 2 lidhje të paktën te kisha jon, mirë që shtohet kjo gjëja e martesës, po janë dhe nga kultura të ndryshme. Ku është Juani me Julian? Një dorë tërkite për çiftin. Juani është aty, ku ke gruan vlla? Edhe Nedi me Jorid. Juani është nga Puerto Rico, Julia është nga Tirana, Jorida nga Norvegjia, Nedi, ora si ja keni gjetë anën. Se martesa ka mjaft tensione, po prit se kemi, më falni, kemi dhe Joridë me Andin, që kemi 3 çifte që janë plus gjërave të martesës, kanë dhe tensionet kulturore që bëhen pjesë e asaj gjës. Por shiko, kur zgjedh të vendosesh perëndin të parin në qendër të martesës, ai kujdeset. Kështu që ky do ishte parimi i parë. Parimi i parë për secilin prej jush. Është
vendose dhe mbaje Krishtin Jezus në qendër të martesës. Them vendose nëse ti akoma se ke zgjedh Krishtin ose se ke pa parësore të vendosësh Zotin Jezus në qendër të martesës, do të nxisja. Nëse e ke bërë këtë që vazhdo ta marrë gjithkohën Krishtin në qendër të martesës, sepse kjo është aja për të pas njësuar martesë. Ta vendosësh dhe ta marrësh Krishtin në qendër të saj. Edhe është, shiko, çfarë kuptimi ka kur Jezusi nuk është në qendër, çfarë bie? Është në periferi. Është diku aty. Nuk është qendër, po është në periferi, është aty ku mbajnë kputucët. Është nga fundi i shtëpisë. Edhe ja të lexojmë një pasazh të vogël këtu. Edhe Krishti te ky pasazh i foli për dasmën, po foli edhe preku dhe një çik divorcin. Edhe Mateo kapitulli 19 Jezusi tha kështu. Atëherë ju afruan disa farisej për të bërë një podcast për të marrë ca ide për martesën. Ç'a tha? U afruan për ta provokuar. Për ta provokuar dhe i thanë, a është e lejushme që burri ta ndaj gruan sepse ashtu ja dha truni një ditë bukur? Për çfarë do? A është e lejushme që burri ta lejë gruan për një shkak çfarë do? Edhe në këtë kulturë kur po ndodh kjo gjë, burri kishte gjithë autoritetin. Ai mund ta linte, ai mund ta merrte, gruaja kishte zero autoritet, edhe mund ta linte për çfarë lloj arsye. Nuk i ke hedhur shumë gjell kripës. S'më pëlqen kjo gruaja. Ose s'më pëlqen më modeli flokëve. Duket ke shtu ca kile. Duket kam pa tjetër më bukur ke laqe më thanë. Për çfarë do lloj arsyeja mund ta linte, edhe gruaja as e lëgjë. Vetëm burri kishte autoritet, kurse gruaja fare. Por kjo gjë ndaloi në këtë moment. Sepse Krishti fillon dhe i kthen identitetin, vlerën gruas që kishte që për fillimit. Sepse Zoti kur i krijoi dy, por tha të dy do të jenë një, edhe Krishti i dha dinjitet gruas, po lexo shkrimin do shohësh që i ka dhënë dinjitet edhe fëmijëve dhe gjithë shtresave që komuniteti i shikonte si të ulta, si ndryshe. Edhe vargu, ja se vazhdon, vargu 4, dhe ai Jezusi duke përgjigjur tha atyre, a nuk keni lexuar ju? Ora, me që jeni farisej dhe e dini shkrimin, a nuk ju ka kap syri këtë pjesën se ai që krijoi në fillim nuk i krijoi kështu veç. Ai ishte njëjti që krijoi burrin, mashkullin, është njëjti që krijoi femrën. Edhe në fjalët e Krishtit duke qartë, nuk ka ndasi. Janë një lloj, janë bashkë, janë krijuar për të qenë bashkë. Edhe vargu 5 vazhdon të shtjelloj akoma vargu 5 dhe 6. Dhe tha, për këtë arsye, njeriu ta lër baban dhe nënën e vet, dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të jenë një mish i vetëm, dhe vargu 6. Dhe kështu ju tha atyre, edhe na thot dhe neve, edhe qoftë gjithkohën në mendje për çiftet. Dhe kështu ata nuk janë më dy, për një mish i vetëm. Prandaj atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndaj. Të mos e ndaj sepse është hyjnore, është e bukur. Edhe kur bëjmë atë që quajmë kursi paramartesor për çiftet e reja, janë si 6 mësime për të cilët i ftojmë kush ka dëshirë të bëjë ato. Edhe një nga nxitjet që unë i them është, shiko, a ka mundësi me heq fare fjalën divorc? As me shaka mos me përdor. Me delete fare nga fjalën divorc nga fjalori, sepse nga herë në nerva e sipër më thosh, mos bë kështu se të lash fare. Babi i thonte, mos bëj kështu se të çova te jo tam. Ose çfarë do të shpjegoj. Ora, ka mundësi me heq fare si fjalor, mos të përdoret fare as në formë shakaje. Pse? Sepse Perëndia i di pasojat, tensionet, ngarkesat që sjell divorci. Prandaj dua t'ju nxis gjithëve që jeni të martuar apo do të martoheni, bëjeni delete këtë fjalë nga fjalori, mos jetë fare as në bisedat tuaja. Edhe është gjithë qëllimi është kjo. Mënyra e parë se si bëhet kjo gjë, edhe martesa është e fortë, është super, është kur Krishti vendoset në qendër, kur është në zemër, kur është në thelb të martesës. Edhe për ta imagjinuar se si ngjan kjo, ja të lexojmë një varg të Predikuesit 4:12. Kush e di përmend ç'të vargun?
Është vargu një nga vargjet më të kërkuara kur bëhen ceremonitë martësore. E prandaj kështu që madomene që çiftet e dim përmend, në rast se dikush mund të mposht atë që është vetëm, dy veta mund të rezistojnë. Pjesa fundit, një litar tresh nuk këputet aq lehtë. Edhe çka kuptimi ka litari tresh, burri, gruaja dhe Perëndia. Edhe bëhet i fortë, bëhet i fuqishëm, nuk mund të këputet. Edhe një nga shejat që kjo po ndodh, e di cila është kur duket qartë që çifti e ka vendosur Perëndinë në qendër, është nëse bëjnë këto zakonet e thjeshta, sepse dua të nxis me ndërkohë që ti dëgjon, bëj një lloj skanimi, a është kjo një gjë që ne e bëjmë, po se kur ta shtojmë, po këtë jemi mirë, këtë jemi çik më dobët, këtë jemi çik më fort. Kjo është një zakon i thjeshtë, shumë i kollajt që tregon Krishti është në qendër të martesës tuaj. Cila është leximi i Biblës, lutja. Na herë janë gjërat bazike. Çfarë duhet bëjmë që të jemi gjallë? Duhet ham bukë, duhet pim ujë për ditë, e të marrim ajër. Po këto janë bazike, kaq bazike, kaq është ushqimi frymëror. Çfarë do të bëjmë që të jemi në formë frymërisht? Bazika është lexojmë shkrimin, lutemi. Kjo është aja, edhe kjo pranaj sepse ndërkohë që lexojmë Biblën bashkë, çka ka për të ndodhur? Kemi për të kuptuar se cili qoftë beqar, qoftë martuar, cili është vullneti, cila është dëshira e Perëndisë, cili është qëllimi i Perëndisë për jetën time. Edhe është shkrimi na flet, kur ti bashkë me burrin ose bashkë me gruan lexon shkrimin, shkrimi të flet. Edhe korrigjon diçka tek ne, na ndryshon, na përmirëson, na fol, edhe bëjmë më të mirë. Edhe kur lutemi për njëri tjetrin si çift, kur lutemi për njëri tjetrin, kur lutemi për familjen, apo për kalamajt, apo për ditën, apo për javën, ka shumë bukuri. Ndodhin shumë gjëra të bukura. Pse? Nuk më mbështet kur jetu lut. Nuk mund të mendosh gjëra të këqija për burrin, për gruan, kur jetu lutet të lexoj Biblën. Çfarë po ndodh? Zoti po të ndryshon. Kështu që ndodhin shumë gjëra të bukura. Ka gjasa nëse martesa jote po kalon ai lloj sfide, ka gjasa njëri s'po lexon Biblën. Ka gjasa të dy s'po lexon Biblën, po të paktën njëri ka gjasa që as se di fare ku ka ra Bibla, edhe kështu që kjo do ishte, a do ti fusi xixat martesës tënde, xixa për mirë, xixa jo për keq. Është ktheje leximin e Biblës, e nëse nuk e ke, rifilloje leximin e Biblës bashkë. Nëse nuk di ka ta fillosh, filloje thjesht te psalmet, të ato poezitë e bukura, te fjalët e urta, apo çdo lloj ose te ungjit ose kudo. Pse? Sepse nëse Krishti rrin në qendër të martesës, tensionet që mund dalin shëshojnë lehtë. Nëse Krishti nuk është në qendër, edhe është më vete. E di çka kalon në qendër? Ndjenjat. Nuk ndjehem kaq shumë i dashuruar sot. Ose sot ndjehem, nesër nuk ndjehem. Pse? Sepse është edhe i ligu këtë do, që Krishtin ta shtyj, edhe të vejmë gjëra tjera në qendër të martesës, pse? E ka më të lehtë për të na gjujt. Edhe kjo imagjino me sherrit, kur zihesh me gruan ose me burrin, zihesh, kur grindesh kështu lehtësisht. Nuk po thajmë zi me këpuc kokës e kështu, po kur imagjino në këtë raste, imagjino ti thush burrit ose gruas atë shprehjen që thot Nedi me i rritën gjithkohës. Ti thush, ti nuk je armiku im. I ligu po na ngatron e dy bashk. Ne jemi skuadër. Ti si e kundërshtarja ime, ti e gruaja ime. Ti si e kundërshtari im, ti e burri im. Jemi skuadër. Edhe sikur ta thush me nerva, këtë prap del bukur. Edhe kur ti ne si jemi kundërshtar, po jam morë vesh apo jo. Ti ne si jemi armiq, ne jemi skuadër, ne jemi bashk. Kështu që kujtoje vetes të gjë. Edhe sa herë që forcohet martesa, ndodh e dyta. E di cili është e dyta? E dyta, sa herë që bëjmë këto gjërat e vogla, ndodh që mbushet depozita. Martesa është si depozit bankare. Apo s'është fillim muajit tash. E keni marrë? Unë e marrë amiku gjysma. Shiko, është martesa është si depozit bankare. Depozita bankare ka dy gjëra. Hedh lek, merr lek. Këto dy gjëra mund bësh. Ose po ka vetëm dy veprime. Ose hedh, ose tërheq. Që i bie sa herë që bën diçka për të. Ti po hedh. Sa herë që bën diçka për gruan ose për burrin, ti po hedh te llogaria. Sa herë që i thua një fjalë të mirë, kompliment, ti po hedh. Sa herë që lutesh për të,
sa herë që ndihmon, sa herë që po mundohesh ta kuptosh, sa herë kaloni gjithë të gjërat, çanot, ti po hedh ke depozita, edhe po mbushet. Edhe sa herë që ndërton kujtimet bukura me burrin, me gruan të shtëpia, diku date night apo çfarë lloj gjë, janë gjëra që e mbushin depozitën. Qëllimisht mbushe depozitën. Ka shumë gjasa gjysma prej nesh akoma e kanë nevojshme ti thua depozit bankare ose nuk lidh mirë. Depozitën e ujit. Akoma i kemi shtëpi me depozit ujit, pak në nga fresko. Është nami zi po s'pati ujë. Edhe është e njëjta gjë, imagjino mos kesh ujë në shtëpi. Edhe ne thush, po pse s'kemi ujë në shtëpi? Po sepse as ti asun sa hapëm robinetin, ngeli depozita poshtë. Edhe në herë e njëjta gjë në martesë. Ore pse s'kemi ne gjë të mirë, pse po grindemi? Sepse as një se ka marrë mundimi me hudh në i gjoti. Edhe me bo diçka të mirë. Kurse tërheqjet janë mot kollajta. Se herë që e lëndon tjetër me fjalë, se herë që grindi edhe nuk sqaroheni shpejt, edhe sa herë që lë pas dore romancën, sa herë që nuk kërkon falje, edhe sa herë që shton dozën e kritikës edhe nuk bën komplimente, gjitha këto janë tërheqje. Janë tërheqje. Po nëse ka më shumë tërheqje se sa depozitim çfarë? Shterohet. Shkon balanca juaj është 0-0. Edhe ti merr çfarë? Vetëm i faturë. Vetëm dela e faturë aty, nuk dela si lekte ajo gjëja. Kështu që pyetje për personat e lidhur, të fejuar apo të martuar. Kush është gati për këtë pyetje? A ke bërë më shumë depozitime apo tërheqje bankare këtë javë në marrëdhënien tënde? Dori, çka ke bëti Dor? Më shumë tërheqje, më shumë depozitime? Depozitime, ma i Dor nuk i dhe për Dorin aty. Fantastike, Dora. Kështu që 1 Korintasve, nëse ja ca këshilla praktike si mund të depozitosh gjëra, është 1 Korintasve, është ky vargu kështu shumë i çuditshëm. Edhe ky është një varg që përdoret për martesë, por është shumë i kollajt për të lexuar, është shumë i vështirë për të zbatuar. O Dor, prisë sa fillova. 1 Korintasve 13:7 thotë kështu: Dashuria i duron të gjitha, beson të gjitha, shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Edhe është, ke parasysh, dashuria nuk mban llogari. Të hedh një unë se një ka hedhë kjo. Të hedh dy, jo, s'ka hedhë asgjë, askush s'ka hedhë asgjë. Or nuk thotë kështu shkrimi. Shkrimi thotë i duron të gjitha, pavarësisht sa i tjetri është mistret apo nuk duron. I beson të gjitha, pavarësisht se ky tjetër rritu kontrollu telefonin gjithkohon. I shpreson të gjitha, edhe kur ky tjetër është i zymt, edhe është në stres, i mban çdo gjë. Edhe ky është varg për ta vutur këtë derë frigoriferit. Et na e kapi siu gjithkohës. Sepse është super varg për të mos heq dorë nga njëri tjetri, përveç me çfarë? Me shtute depozita. Me hedh diçka, me bë diçka për atë tjetrin. Edhe ja si thot Kolosianëve 3:13 vazhdon në këtë gjë, duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, nëse dikush, nëse gruaja, nëse burri ankohet kundër partnerit, edhe sikur Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. O shok, për ti që se ke lexuar në herë Biblën, edhe të duken të reja këto fjalë të vargje, Bibla ka parime revolucionare. Ka parime që ndoshta si ke dëgjuar në asnjë vend tjetër. Nuk janë shaka. Parimet e Biblës janë për të zbatuar nga ato që janë burra, nuk janë për çullavesh, për çullac, për gordhalaq. Sepse ai thotë, shiko, dashuria i duron të gjitha. Jo, më kush duron këtë? Kjo 2 llave tigion. Kjo është më bet për burra. Kjo është më bet për burnesha. Nuk është, ai thotë, nuk janë parime për ato që viktimizojnë. Jam ka thonë mami, po zut një herë në dytë atë shtëpi, se ta ka mbrojt krevatin në dytë dhoma. Jo, kjo është gjë serioze. Kështu që shkrimi thotë, a u martove, a e deshe, a lidhet besën, lëri llafet. Ndërtoje këtë, ngrije, fuqizoje këtë gjë. Edhe pjesa e faljes, me që jemi me zëtarin a Vloj Gjaku dhe themi fjalën e fundit, fjalën e parë, pyetja ime do ishte kjo. Ore, a ke zgjedh ti besosh Krishtit? A e ke marr faljen pa kushtet Krishtit?
Edhe ke kuptu që ai të ka falë ty ashtu si që je, pa bo as i gjoti, totalisht. Nëse ke kuptu këtë gjë, ai është modeli, bëj dhe ti të njëjtin gjë. Nëse ke zgjedh Krishtin dhe ke marrë faljen e tij, ti s'ke më opsione. Ti nuk ke më mundësi. Kujt do ta falë burrit, po kujt do të shoh herë. Të bo. Nuk ke opsione. Nëse ti ke njoh Krishtin dhe ke marrë faljen e tij, opsioni vetëm është ti fal ashtu si Krishti ka falë ty. Edhe falja ç'a bën? Shton depozitën. Shton depozitën, edhe mbushet depozita, edhe ka aty ç'a të marrësh, nëse është e mbushur. Prit një them një gjë të çuditshme për çiftet me fëmijë, edhe ka qenë e çuditshme për ne, edhe vende ka qenë e vështirë për të praktikuar për ne si shqiptar, për mua, për Adën, si çift i ri kur bë me kalamaj. Mos e bëj fëmijën qendër të familjes, qendër të jetës. Opa. Ka ne që s'vi dakord me këtë? S'ka që mos e ngre dorën, se gjysma do ngre dorën. Mos e bëj fëmijën qendër të jetës. Nuk i bën mirë as fëmijës, nuk i bën mirë as çiftit. Edhe fëmija dëmtohet, sepse ai krijon idenë, unë jam qendra e gjithë botës. Unë shkoj ke teku, pos mi bleu mami të gjëra të xhambo, unë shtrihem barkas. Edhe bërtasa u lëri pse? Unë jam shefi këtu. Nuk është Zamirmane këtu ke xhambo jam unë. Edhe ai pse? Sepse është ushqyer me këtë lemënsi e që ky është i pari, është qendra e gjithë familjes, e në njëjtën kohë dëmtohet edhe çifti. Edhe është jepu shumë dashuri kalamajve. Jepu shumë vëmendje kalamajve. Jepu shumë kujdes. Por le të jetë e qartë, rrava, duj fort. Na herë kur ishin vegjël, doja aq fort sa doja të kafshoja ti haja. Se nuk dija çfarë si të japja më dashurinë, aq shumë i doja. Tash edhe i dua prapë se, po rubi smarohet edhe me ëngër tash, është bërë shumë i madh. Por shiko, kur çunat e mi thonin diçka jo të hishme, gjë e parë që unë dhe Ado i thonim, shiko, kjo që the nuk e nderon Zotin. Nuk i tham, kjo që na tërprove, na nxive faqen, o malukat, o lugat, na nxive faqen ne si prindër e fisit tonë gjithve. Jo, së pari ti tregon atëherë, okay, së pari u ndero ka Zoti. Kur ne bëjmë një gjë ja fusim kot, së pari ne nuk nderojmë emrin e Zotit. Kështu që në gjëra të vogla jepi të kuptoj fëmia që shiko, së pari është Perëndia. Kur bëjmë një gjë të mirë ose jo një gjë të mirë, nderojmë emrin e Zotit ose nuk e nderojmë emrin e Zotit, pastaj është i prindi. Sepse është e di që kulturën tonë mund gjaj ashpër kjo gjë, po ky është rendi i dur. Rendi i dur do ishte ideal. I pari është Perëndia. Që do thotë? Ai dhe fjala e tij, çka ka thonë ai është autoritet. Edhe së dyti së dyti në rendin e duhur është burri, është gruaja, pastaj është fëmia. Të katërt çfarë? Të pesët jeni ju. Unë prapë ju du fort. Pa mërzeni të pesët. Dhe ka vend për gjithë, ka vend për gjithë. Por shiko, prandaj nxitja ime ky ishte rendi ideal. Shiko, edhe për këtë arsye, gjej kohë të rish me gruan, gjej kohë ta kultivosh. Mos thuaj po ku kam kohë për të me gruan. Gjithë natën çuni zgjut, apo goca. Gjithë ditën punë, gjithë kështu, gjithkohon të justifiku. E vërteta është, ne gjejmë kohë për gjëra që duam. Nëse kemi gjë që e kemi qef, që ja gjejmë kohën. Gjithë kohës ja gjejmë kohën. Që nëse po justifikohesh, tregon, ti thjesht nuk e quhet rëndësishme, nuk e ke bërë prioritet, se kohën do ja gjesh patjetër. Pra, le të jetë prioritet, burri, gruaja së pari, është po bëhen serioze mohabetet, ka më serioz. Pika 3. Irida ka lidh duart. I za me burrin? Ja. E treta është më e vështirë. Edhe Irida tjetër ku ka lidh duart. Mos u mërzisni çifta, ju dua shumë. Këto janë gjëra, nuk është fajin, këto gjëra që ka thënë Bibla. Kështu që në fund fare prap ngelemi shok, nxirrje e natë me Zotin, Zot, pse na e ke bërë jetën kaq vështirë? Në fakt nuk është e vështirë. Gjërat që Zoti i ka vënë për të mirën tonë. Pse? Ai e di që është e mira jon. Pse? Ai na ka bë.
Ai na ka kriju, ai e di se çfarë vlen dhe çfarë nuk vlen për ne. Kështu që kjo është më e vështirë. E treta, kini zemër shërbyese ndaj njëri tjetrit. Nuk thash gra shërbeni burrave, burra rrin me pult në dorë ke televizori, njëri tjetrit. Shërbeni njëri tjetrit. Ja ta filloj me histori gallat. Burri ishte shumë smur. Shumë smur, shumë i stresu, po ishte rada mllaja. Ishte shumë keq. Ishte shumë keq. Kështu që gruaja e mori edhe shku në spital për kontroll. E doktori i tha, në të vërtet je shumë keq. Je shumë keq, do të ulesh nivelin e stresit urgjent, ndryshe do smuresh, ndryshe mundon në gjë e keqe. Edhe okej, dha një lloj mjekimi ca gjëra, edhe u nisën me ik, edhe grua si tha, shiko, vazhdo ti i tha burrit, ti grua prit edhe një çik. Kështu që e majti gruan te dhoma e doktorit, edhe kur marroi vizita, edhe i dha disa këshilla gruas për burrin e vet, dhe i tha, shiko, duhet bashkëpunojmë se e ke burri shumë keq. Burri është smur, duhet bashkëpunojmë bashkë, çrohet ky se ky, po nuk u kujdese, kaput. Po mirë, tha gruaja, ç'a të bëj? Doktori tha gruas, në fillim zgjoh herët para burrit çdo ditë, edhe përgatiti një mëngjes të mirë çdo ditë. Edhe masi ka ngrënë, mos nxit as i lloj debati, as i lloj tensioni, as i lloj diskutimi, xhan, avash. Edhe shiko, ti mos fol fare, vetëm po të pyeti e përgjigje. Po s'pyti mos fol. Pastaj dilni për kafe, edhe pastaj kur the në shtëpi fillon të përgatisësh drekën, edhe drekën shkrije talentin, bëj gjëra të mira, gjëra që ka qef ai, edhe i tha doktori i tha gruas, burri jot është, nëse ai do që të bëni seks mas dite mas drekës, mos ja refuzo, kjo gjë ndihmon në uljen e stresit, edhe duke dhënë gjithë udhëzimet gruas se si të kujdeset për burrin. E tha në darkë po i lloj, me Terezi, kur të flini, se mos e bezdis kur të flini. Mundësisht bëjnë ai masazh, shtype, edhe sigurohu që burri ta ketë zero stresin, edhe me këtë terapi ka për t'ia hedhë me siguri dhe bëhet shumë mirë. Gruaja del nga dhoma doktorit. Shumë e mendueshme. Shkon te makina, ishte burri aty, edhe burri gjithë kuriozit, ha me gru, çfarë tha doktori? Çfarë tha doktori? Edhe gruaja përgjigj, më tha, është keq puna, ke për vdek. Ke për vdek, Allah, s'ka në rend me i bo gjithë to. S'ka në rend me i bo gjithë to që thot doktori. Por le të shohim çfarë thot shkrimi për të shërbyerit ta njëri tjetrit. Le të shohim, sepse asnjëri s'ka qef të pjesë. Gjithë kanë qef të shërbejnë. Ose një s'ka qef të shërbejnë. Kush qohet në pikë mjesit me gzim? Sa qef, do shërbej sot. Asnjëri s'ka qef. Për ne njerëzit po e shtyjnë martesën, pse? Kush i shërbej këtij? Ose kush i shërbej kësaj? Për ne njerëzit po e shtyjnë çik më tutje. Por apostulli Paul thot diçka që duket e pamundur për të zbatuar në kulturën tonë. Edhe pastaj do të lexojmë të vargjet e do të them një histori prapë të ngjashme me këtë, që na ka ndodhur, kjo është histori reale që ka ndodhur mua me Adën. Efesianët 5. Fundi i Efesianëve kapitulli 5, her pas here lexoni si çift se janë shumë vargje të bukura. Edhe thotë kështu: nënshtrojeni njëri tjetrin në durojtjen e Krishtit. Nënshtrojeni njëri tjetrin, duheni fort njëri tjetrin, nënshtrojeni në frikën e Krishtit, nënshtrojeni Zotit. Edhe pastaj fillon me gratë, ju gra, nënshtrojeni burrave tuaj, por si Zotit. Edhe vazhdon më poshtë, vargu 23-24. Sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu i kishës, dhe ai vetë është shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ç'na mblodhi. Si duket ky varg o gra? Si duket ky varg o burra? A do ishte ky varg i preferuar që të mësoje përveç gjithë javës? Ka shumë gjasa, në njëri të mas, po pse këtë varg se gjeti, nuk gjetën e varg tjetër. Që kjo është, kur vje puna, të këto vargje, është her pas herë, ne kemi arë nga familje me modele jo të shëndetshme, edhe se herë që dëgjojmë fjallën në nështrim, na bezdisemi, na ngrejnë qime për pjetë, na ngrejnë, na trazojnë ujrat. Pse? Na kujtojnë gjyshja me gjyshin. Qa i përno dhe gjyshja mori frujmën. A e plak e shkretë vdiq të i shurby atit.
Ose ndoshta mund të kujtojmë prindër që mund të qenë prindër vështirë, që baba rrinte pallariu dhe mama coptohej edhe bonte gjithë, edhe sa dëgjon fjalën ti në nështrim, jo në botë. Unë nuk jam nga ato femra që nështrohem, nuk jam nga ato njerëz që unë kam botën time, kam bo shkollë lartë, kam etj. Histori e vërtet. Para 2 vitesh, isha me Adem, po drejtorim ceremoninë e një çifti që po martohej. Edhe ky burri është nga Molleti i Tiranës, edhe kjo zonja ishte nga Zvicra. Edhe për familjarët e nusës po përkthente tezja dhe ëndrit, që ishte mësuese gjermanishti. Asnjëri nga ne s'dinte gjermanisht, ne ndim 2-3 fjalë gjermanisht, kështu që ishte ajo. Edhe pastaj ke momenti i betimeve, kur ishte pjesa unë do t'i nështrohem burrit tim, ngriu ajo. Dhe jo, se përkthe unë këtë pjesën. Thash, si më se përkthe? Jo, dhe, se kjo do fusi çiftin në shef. Kjo është Zvicran, këto e në Gjermanë, vlla. Si thejmë kësaj, ky thot nështroj burrit. Ku nështrohen këto? Thash, ti përkthe, qa thejmë unë? A tha, jo, nuk e përkthej. Edhe përktheu e zbuti, do sille mirë me burrin. A kujto se si e... Nuk e di se si e përktheu kështu. Edhe ajo mendoi që unë pa e bëja qëllimisht, edhe kishte merakun do nxefet nusja ka përtik nga altari, nusja ka përtik fut vrapit, sepse ku nështrojnë këto gjermankat, këto janë të vështira. Por shiko, për shkak se kemi pa këto modelet e vështira, edhe sa herë që dëgjojmë fjalën në nështrimi, nështrojnë i burrave, siç nështrojnë Zotit, nuk kemi qef. Sepse puna është se ajo që do të theksoje tek kjo pjesa është për gocat, është urdhër nga shkrimi. Ti në nështrojo, sepse është të shkrimi. Po nësa ai abuzon, po nësa ai nuk bën pjesën e vetë, nësa ai nuk ecën me Zotin, po nësa ai nuk e dëgjon Zotin fare, nësa ai nuk vjen fare me çaj ka thënë Perëndia, a duhet të nështrojmë? Se këtij burrit tim i pëlqen pjesa vetëm në nështro o gru në nështro. Po këti nuk i pëlqen pjesa fare, që ky vetë duhet i nënshtrohet Zotit, edhe ky vetë duhet jetë i lidhur me Perëndin, e të marrë zbulesa gjithkohën nga Zoti, për të na drejtuar neve si familje. Shiko, nëse burrat ecin ngushtësisht me Zotin, ku janë burrat tash? Që janë gjithë burra këtu. Nëse burrat ecin ngushtësisht me Zotin, gruaja do nënshtrohej me shumë kënaqësi. Sepse do shifte zemrën tënde të butë, e do shifte sa shumë e do Zotin, edhe sa shumë e do këtë familje. Ajo do ngorte mos te. Thjesht ka rëndësi që ti po dëgjon zërin e Perëndis, edhe po ecën, edhe do e bënte me shumë lehtësi. Kështu që burra, nëse dum këtë gjë produktin, do të bëjmë dhe pjesën tonë. Se nga herë na pëlqen vetëm kjo pjesa. Prandaj, ky do të jetë rendi në shtëpi. Sepse ndryshe na del shtëpia me 2 koka. Po çdo gjë me 2 koka është përbindësh. Do prej kokë. Do prej. Mos e prit po. Do të caktu kush është koka. Sepse shtëpia e do një lidhje, kështu që së pari kreu është Krishti. Kreu i familjes është burri. Pastaj është gruaja, pastaj është janë fëmijët, pastaj është familje madhe, pastaj është vjerë me vjerë, unë në dolëm poshto. Pastaj janë vjerë me vjerën, pastaj është fisi, daja, kushërit e parë, edhe çuni hallës, kushërit 2 që është Anglia, është i 7 fare. Edhe për erdhi lek, po na sonin lek nga Gjermania, mund dali 5. Kështu që është nderoni Zotin të parin, sepse kur vjen kjo lloj rradhe, është shumë qef. Ti nderon Perëndin, që do të thotë, e merë seriozisht atë që ka thënë Perëndia, edhe ajo është baza e familjes tënde. Edhe pastaj nderojt burri së dyti, edhe mami së treti, pastaj motra, vllai e gjithë me radhë. Kështu që, por ajo që thashë, burri ndonjëherë nuk i ka qef të pjesë. Burri nuk i nënshtrohet Krishtit, edhe nuk e ndjek fare Zotin, as e prek Biblën fare me dorë, as nuk lutet, por e ka qef atë pjesën gra nënshtrohen e burrave. Por ama është e vërteta është që nuk shkon kjo gjë. Edhe jatë pjesa e burrave. Po bëhet serios mohabeti edhe ka shumë pak kështu frozen face, poker face, çai vje. Por që bëhet më e bukur. Efesianëve 5, vargjet 25-26, thotë kështu. Ju burra,
ngordhni për gratë tuaja, t'i doni fort gratë tuaja. Edhe di kush është modeli. T'i doni gratë tuaja, si kurse Krishti ka dash kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të. Sa i burra, ky është varg për të marrë përmend. Kështu që pyetje si kleçme për burrat. Ka burra apo s'ka burra? A ngjan dashuria jote ndaj gruas si dashuria e Krishtit ndaj kishës? Opa. Kush është gati për të thënë story? Dashuria ime për gruan time ngjan eksakt si Krishti ndaj kishës. Krishti sakrifikoi u bë copash për kishën, edhe unë bëhem copash për gruan. Kujt jam më hedh në story? Është Krishti shërbeu shumë fort kishës, edhe ky është qëllimi. Edhe asnjëherë Krishti nuk kërkon diçka që s'e ka bë vet. Krishti dha maksimumin për kishën dhe pret që burra, nga kuptohet që ti e do gruan. Nga kuptohet, po shkoj shtëpi. Po normalisht në shtëpi të shkosh, do flesh hotel, rrugëve të shkosh, apo shërben, apo sakrifikon, ç'a po bën? Edhe ja si vazhdon. Efesianët 5, vargjet 27, 28. Janë cili qëllimi? Që ta nxjerr atë përpara vetes, kishën përpara vetes të lavdishme, pa njolla, pa rrudha, ndonjë gjë tjetër, por të jetë shejt dhe e paqortueshme. Edhe në këtë model, siç Krishti deshi kishën, thotë, kështu burrat duhet t'i duan gratë e tyre, por si trupin e tyre, sepse teknikisht kush do gruan e vet? Do vetveten. Kush do gruan e vet? I ka bën mirë vetes. Kështu që modeli që na la Krishti është shumë ndryshe nga bota. Edhe këtë model na e ka lënë njëshi. Ai që është kriju si qielli dhe botës, nuk është trendi i kohës. Nuk është se ky ka hashtagu më shumë të muajit në YouTube apo në Instagram apo kudo. Ky është modeli i shkrimit. Edhe Krishti thotë, këtë që bëra unë, ai ketë vështirë me ditë se si me ta shkruan, më shikon mua si desha kishën, që i bie, burrat do marrin natë këtë javë, as i burrë s'do ftoj për kafe. Që i bie, nëse do të kualifikohesh si lider i shtëpisë, duhet t'jesh shërbyesi më i madh në shtëpi. Opa. Si Krishti pra. A tham, Krishti deshi kishën, ç'a bëri? Krishti shërbeu. Edhe shpesh çanot, shpesh shërbyesja më e madhe e shtëpisë bëhet gruaja, që automatikisht ai bëhet drejtuesi i shtëpisë. Edhe burri ankohet, pse s'm pyet gruaja mua, kur ai palla riu, ai vetëm shkon punë, vjen shpirin divan. E s'mon asnjë gjë. Natyrshëm gruaja është bërë drejtuesi i shtëpisë, pse ai që shërben më shumë, ai që sakrifikon më shumë, natyrshëm bëhet drejtuesi. Sepse ai po bëhet sapin, po shko për blej, po shko për bë këtë, po shko për bë atë, e natyrshëm po jep drejtim gjërave. Kështu që burra, shërbeni grave tuaja, tregoni modelin e liderit si Krishti. Si Krishti. Që qa bëri, sakrifikoi për kishën, dha veten për kishën. Fitoja zemrën gruasi, duke shërby. Duke bë copash për atë, është e jotja. Ora hiqja trunin grus, duke kujdes, duke shërby, edhe duke majt plom dorës. Edhe pastaj mas i ke bë këto gjërat, këndoha të këngën çun si unë maj, çun si unë? Çun si unë ti s'kemi gjatë. Po bëj këto pjesët e tjera pa. Shiko, edhe kur i shërben grus, ajo nuk e ka pik problemi të nështrohet ty. Pik problemi se ka. Nëse ti thu grua, unë besoj që Zoti po na drejton në këtë gjë apo në atë gjë, çfarë do thotë gruaja po qete? Do të ndjek ty, do shkojmë bashkë. Edhe kjo është pse po i nënshtrohet vullnetit tënd? Pse? Sepse ti je nënshtruar vullnetit Krishtit. A lem kështu? Nëse duhet zihemi, a bëjmë kështu një marrëveshje. Nëse duhet zihemi si çift, hajde zihemi kush i shërben më shumë njëri tjetrit. Nëse duhet bëjmë një garë, hajde bëjmë garë kush e tepron me kujdes më shumë. Kush bën më shumë gjëra të bukura për tjetrin. Cila është e katra? Po më pëlqen kjo pjesa. Ada lu kokën, thë sa mi është kur fol.
Sa mirë është kur folë, se di sa nga këto po i ma shnim gruja, për të pa cilën kam bo, cilën s'kam bo, edhe po sot e s'do vi thotë, se kemi për vjetor, do vi thotë nesër. Tjetra, e 5 parime për një super martesë, po e gjete kush është tjetra? E sigur që më kesh 6, 7, 8, 9, 10, po 5 po themun. E 4 është zgjidhni konflikte siç duhet. E di që kemi përmend shpesh te kjo seria këtë pjesë, por kur vjen punët e konfliktet, njerëzit janë në 2 forma. Ose injorojnë, shmangen edhe bëjnë sikur s'ka ndodha si gjë, ose nguten e bërtasin e dun ta zgjidhin tashi në këtë sekondë se të myto fare. Or mund ketë në gjë të mesme. Edhe e di cilë do ishte sekreti i zgjidhjes konflikteve, do ishte po ulem që të përpiqem ta kuptoj atë më mirë. Nuk po ulem për të sqaruar veten. Hajde këtu, se i kam ja 3-14 gjëra për të thënë. Etak. Jo, po lehtësia për të zgjidhur konfliktet është ulesh me personin edhe përqendrohesh ta kuptosh atë. Pse e bëri këtë gjë? Pse e tha atë gjë? Po mirë, si e shikon ti? Po mirë, si e kupton ti këtë gjë? Edhe të vi në pikën çifti, që është ndjet aq lirshëm me fol, saqë fillon të rrëfejnë fajet me njëri tjetrin. Fillojnë të tregojnë gjërat me njëri tjetrin. Fillon të rrëfejnë edhe është siç thuhet te Jakobi 5:16. Kush e di këtë vargun? Rrëfeni fajet njëri tjetrit dhe lutuni për njëri tjetrin që të shëroheni, që të ndërtohet kjo lloj klime. Që mund të flasësh sepse ti e di që ai tjetri të do, nuk po të gjykon, ti po i tregon të gjitha, sepse as ti nuk do që ky tensioni të vazhdojë, po e rrëfen, po i tregon të gjitha dhe në fund po luteni për njëri tjetrin, edhe çfarë thotë shkrimi? Nëse i rrëfejmë gjërat, masi kemi rrëfy lutemi me njëri tjetrin, çfarë ndodh? Shërohet zemra. Shërohet zemra. Edhe është shumë që ky vargu tjetër një nga ato vargjet për ta vënë te frigoriferi, u mbush frigoriferi me vargje. Efesianët 4, 26, 27, ndoshta s'ka nevojë për ta vënë frigorifer sepse e dim përmend këtë. Zemroni dhe mos mëkatoni, dielli të mos premtojë minatin tuaj, mos jepni vend djallit. Nëse le zemërimin të kontrolloj ty, ti po mëkaton. Nëse le zemërimin të kontrolloj, kur zemërohesh, e di çfarë ndodhi, i ligu ka përzënë vendin e Krishtit te qendra e martesës. Kur zemërohesh, e shtyn Krishtin. Edhe i ligu, edhe ai ka qef, që thot aty, mos i jepni vend. Edhe këtë kam thënë shumë shpesh, por e kam qef në anglisht që thot, mos i lejoni foothold është në anglisht, mos i leni vend të vendos majën e këmbës. As majën e këmbës mos ta vendos aty. Edhe kjo është, edhe kur flej gjumë i zemëruar, po i jep vend djallit. Opa! Ka të qive që do pinë kafe para së dikin shpi. Kjo është, kur flej gjumë i zemëruar, por i jep vend djallit. Psikologët e thonë kështu që nëse pajtohesh brenda 24 orëve, është shumë e lehtë, edhe sepse kontrollon ti zemërimin. Nëse kalon 24 orë, edhe flej zemëruar, nuk zemërimi të kontrollon ty. Edhe bëhet shumë e vështirë procesi i pajtimit. Edhe Perëndia i di këtë gjëra, psikologët pa zbulojnë sot, Perëndia ka thënë para 2000 vitesh. Edhe është mos e lërë para se të përendoj. Pse? Sepse po i jep hapësirë të ligut, po i jep vend ke martesa jote. E fundit fare, me 2 fjalë ta mbyll të. E fundit fare do ishte mbaje ndezur romancën, mbaje ndez qirit, po u mbarun. I kam 24 orë që ndez. Mbajeni ndez romancën. Maj me ato fillimet e para, sa shumë e doje tjetë, sa shumë sakrifikoje, e kishe gjithë kohën në mendje, bëje sakrifica, shkruaje mesazhe me fruta, me rushe, me fiqe, me gjithë ato gjërat, edhe gjithë kohën mendoje për t'i ble diçka, për t'a surprizuar, për gjithë kohën bëje gjëra të tilla, edhe nxitja ime është mos harroni këto gjëra. Po nuk u mbajt nez romanca, do përfundojmë se 2 konviktor me shtëpive qerare. Ose shtëpia jon, po se 2 konviktor prapë se prapë. Kështu që ndizeni romancën, bëni gjëra, flisni bashk, lutoni bashk, shihni filma bashk, nuk ndo vetveti, do
Do kultivua ajo gjë. Edhe nëse më ndihmon me këtë foton, nëse kjo foto, ky fidani u lirit, mund të ilustroj fillimin e martesës, ditën që ti u martove, që ti the po, ajo tha po, edhe do e marrësh këtë vazën bashkë me ditën e parë që shkon te shtëpia, çfarë do ndodhi? Çfarë do t'i bëjmë se vazës? Do të kujdesesh. Ajo bima ka nevojë për ca pika ujë, për diell, për dritë, për të ngacmu, për të ushqy, edhe ka ndryshe, nëse nuk kujdesesh për të, do të thahet. E njëjta gjë për lidhjen, e njëjta gjë për martesën, e njëjta gjë për martesën pas 10, 20, 30, 40, 50 vitesh. Është e njëjta gjë. Mbajini ndezur, kultivoje, shërbej martesës. Sepse po nuk bëre për të, do ngelve në numro. E cakton, nuk e di, një ditë, një javë, apo çfarë do lloj forme, si ta mbash ndezur romancën e tri, edhe të fuqizohet nga një filiz i vogël kjo pema, të bëhet në fidan ulliri, të bëhet në pemë ulliri. Edhe ulliri është një nga pemët që jeton me shekuj, por është një nga pemët që vënon shumë për të dhënë frute. Sepse do kohë të maturohet. Edhe është e njëjta gjë, jo, martesa jep frute shumë herët, po ideja është kultivoje që t'japi frute. Rrite koka që t'japi frute dhe që t'jetë e gëzueshme, edhe çdo gjë shkoj bukur. Kështu që ju bëra mendueshëm. Po mirë bëra, se këtë punë kam unë. Pyetja ime do ishte cila nga ato të pesta çalon një çik. Për ju që jeni të lidhur, për ju që jeni të fejuar, të martuar, për cila çalon nga ato. Edhe e sigur që fryma e shejtë ka trazu në një lloj forme, edhe nëse ndjen që fryma e shejtë ka trazu për një nga këto të pesta, a do i kthesh në lutje tash? Në lutje për kushtimi, për të thënë Zotit, Zot, fryma e shejtë, më fuqizo te martesa jon. Këtë ta bëjmë çik më shumë, ta kultivojmë, ta praktikojmë më shumë. Hajde lutemi bashkë. Lutemi bashkë për letrimi më men heshte që ti të lutesh vetë. Kërkoja atit Perëndi. Edhe atë gjë që fryma e shejtë ka fol ktheje në lutje. Falenderoj Perëndi që ti e ke bërë martesën. Ishe ideja jote, ishe koncepti jote. Falenderoj për këtë gjë të bukur. Dhe lutemi shumë që Jezus, ty do të marrim në qendër të martesës. Do të marrim se cili prej nesh, Jezus do të marrë ty në qendër të jetës vetë personale. Por gjithashtu Jezus na ndihmon që do të marrim ty në qendër të martesës. Sepse duam që kjo lidhja, festa, martesa, duam që të lullëzojë, që t'jetë e bukur, që t'jetë e fortë, që t'jetë super. Edhe dim që me takat njerëzore, me fuqi njerëzore nuk ndodh. Prandaj frymë e shejtë. Frymë e shejtë, vepron nëpërmjet nesh. Na mbush ne, na fuqizo. Zot, lutem shumë për çdo tension që mund të kenë martesat e njerëzve që janë këtu, çiftet që mund të kenë çdo lloj meraku, çdo lloj tensioni, lutem shumë frymë e shejtë, që ti do i shërbesh secilit. E lutem shumë, o Zot, nëse ka ndonjë çift që akoma janë ngrindur me njëri tjetrin dhe nuk janë pajtuar në emrin e Jezus, lutem. O frymë e shejtë, vepro fort. Vepro fort dhe silli në pajtim. Edhe silli ta shohin këtë bukurinë që sa më shumë të jenë lidhur bashkë, aq më bukur është familja edhe jeta. O Zot, lutem shumë për një çift që mund të jetë edhe ka lëndime, apo ka akoma gjëra të metura që nga prindërimi kur është rritë dhe i ka mbartë akoma. Frymë e shejtë, shërbej secilit prej nesh dhe shkri ato fortesat, ato nyjet, ato gjërat e vjetra që kanë ngel aty, shkri o Perëndi. Dhe na kujtoj që jemi bijtë e tu. Jemi bijtë e bijat e tu, o Zot. Kemi identitet të ri.
ty të kemi atë, ne jemi bi, e ti na shef të çmuar në sytë e tu, e ti na do shumë, e na pranon kështu si që jemi. Zot, lutem për në një qif që mund ketë sfida financiare, ose jam para një sfide financiare, në emrin e Jezus, Zot. Lutemi dhe ndërhyjmë në emrin e Jezus, që do zgjidhet ajo nyja. Nëse është diçka të puna, apo është diçka që ka lidhje me punë tjetër, apo nuk e di, çfarë do lloj gjëje që mund të ketë lidhje me financat, apo janë para për të blej diçka, për të blej shtëpi, apo çfarë do lloj gjëje, në emrin e Jezus, shko para tyre. Jepu favor, edhe rregulloje çdo gjë që nuk shkon. Zot, në emrin e Jezus, lutem edhe për dikë që mund të ketë sfida me shëndetin. Lutemi në emrin e Jezus. Ti e mjeku më i mirë. Se ti e di eksakt, se na ke formu vete, di eksakt nëse ka diçka që nuk shkon. Edhe lutem shumë, o Zot, që në këtë sekondë prekësh atë person që nuk ndihet mirë fizikisht. Ta prekësh eksakt aty, të ajo pika, të ajo nyja, e ti japish shlodhje se cilit prej nesh. Ti japish fizik të fortë se cilit prej nesh. Sot në emrin e Jezus, ne besojmë ke premtimi që ti ke thonë, unë ju jap jetë edhe ju jap me bollak. E besojmë edhe e shpallim edhe e duam. Ta shohim të jeta personale, ta shohim të familjet tona. Në emrin e Jezus lutemi. Edhe do vazhdojmë lutemi. Amen. Amen, amen, amen.